të ishte shqiptar e hëngre një të mirë surratit. Vjen komenti nga një femër, edhe ka 19 pëlqime deri tani, edhe u futa të shikoj nga kush janë këto pëlqime edhe qeshje, që qeshin. Femrat e tjera qeshin me këto opinion, edhe meshkujt thonë bravo, i thonë, meshkujt shqiptarë. Dëgjoj e zëmër, edhe ju të tjerët, që keni bërë edhe like edhe qeshni. Mund të ishte shqiptar, mund të ishte grek, mund të ishte afrikan, mund të ishte tajlandez, mund të ishte çfarë do të jetë nga ana e kombësisë, e di çfarë nuk do ishte? Nuk do ishte burrë. Nuk do ishte burrë, se një person që çon dorë mbi një femër, në radhë të parë nuk është burrë, pastaj lereni kombësinë më një anë, nuk ka të bëj fare se është shqiptar çfarë do që të jetë. Këtë mentalitet hiqeni. Që është shqiptar, është ashtu si e keni rritur juve, në qoftë se është djalë, edhe në qoftë se është vajzë, është prapë si e keni rritur juve, si e keni mësuar, mbyllë gojën kur të veshte burri, po hëngre edhe një pëllëm surratit nuk u bë gjë, vetëm turpi botës. Këto janë fjalët që thonë mamat, disa mama shqiptare, si kjo punë e kësaj, që rritin fëmijët, që rritin vajzat, edhe djemve u thonë që po të bërë të turpëroj, po kysh, e turpërova unë buri se zgjova nga gjumi tani, e duhet të më jepte pëllëm surratit. Po unë po nuk bëra humor, po nuk u talla me burin tim, po nuk bëm shaka me njëri tjetër. Me këtë ta bëj shakan, nuk e kuptova këtë. Që duhet të më jepte pëllëm surratit. Zgjohuni një çikë, lerini përrallat me mbretë, që burri me që është fizikisht më i fortë, ai atë forcën që ka fizike, që ka dhe muskulore, duhet ta përdori që ta mbrojë femrën, edhe jo që t'i japi pëllëm surratit. Edhe diçka të fundit që ta mbyll si muhabet, do më thoni shumë që si do t'ja dalin banë një femër që të iki, ndaj ja dhe rri. Një femër që ja del mbanë me një burr të tillë, që vetëm burr nuk është, më besoni që do t'ja dalin mbanë 100 herë më mirë kur të jetë vetëm pa atë mashkull në krah.